qika shërit e velulit bëhet nuse, ka që bukur po i rri fustani i bardhë. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore dhe moderne shqiptare Angjelusha Saliu ka surprizuar publikun me projektin e saj më të fundit muzikor. Ku jo vetëm zëri i saj karakteristik, por edhe imazhi që përculli, rrëmbyen vëmendjen e të gjithëve. Në këtë projekt të ri, Angji, siç e tharrasin me përkthjelje, u shfaq me një pamje krejtësisht ndryshe nga ajo që jemi mësuar ta shohim deri më tani. Artistja kishte zgjedhur të veshte një fustan të bardhë nuserie, një zgjedhje që menjëherë shkaktoi reagime të shumta në rrjetet sociale dhe në media online. Në fund të fundit, performanca e saj me fustan të bardhë nuserie, duke i kënduar ndarjes, është një mesazh i fuqishëm për të gjithë. Edhe kur një kapitull mbyllet me dhimbje, dikur përpara na pret një fillim i ri, plot shpresë dhe mundësi të bukura. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.